Dura se do të bëhet mirë derisa je me Allahun. Jeta e kësaj bote karakterizohet me sfida, telashe, probleme. Mirë po, besimtari edhe në momentet e tilla e gjen qelsin e shpëtimit, e gjen qelsin e rrugdaljes, qelsin e suksesit e të fitores. Dhe ky qels, pa dyshim, është qelsi i cili quhet qelsi i sabrit. Durimi. Besimtari dhe muslimani mirëfillt e armatos vetveten e tij me sabër, me durim, dhe çfarëdo që e pret dhe me çfarëdo situatë që ballafaqohet, nëpërmjet sabrit arrin që të del triumfues dhe fitimtar me lejen e Allahut. Por durimi që të jetë efektiv kërkon ushqim, kërkon forcë, dhe ushqimi më i mirë është ndjenja dhe lidhja me Allahun te baraka ve taala. Kjo është dhurata më e madhe, është forca më e madhe që robi mundet me e posedu kur robi e ka ndjenjen e të qenurit me Allahun, kur robi bën përpjekje të jetë i lidhur me Allahun, të jetë me Allahun në çdo moment. E si të mos jetë kështu? Kur Allahu dhul Jalal në hadithin kutsi thot: "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani." Thot Allahu i madhreshëm, unë jam tek mendimi i mirë i robit tim. Momentin kur robi mua me kujton, unë jam me të. Pastaj thot Allahu te baraka wa taala në kapitullin Muhammed ajetin 35: "Fala tahinu wa tad'u ila as-silmi wa antum al-a'launa wallahu ma'akum." Ju mos u dëshproni, mos u zhgënjeni, mos bëni kërkesë për armë pushim përballë armiqve tuaj nëse është gjendje lufte. Wa antum al-a'launa, ju jeni më të lartit. Wallahu ma'akum, Allahu është me ju. Muslimani i cili është i lidhur me Allahun te baraka ve taala, jeton me Allahun dhe për Allahun, ai nuk ndihet asnjëherë i vetmuar, nuk ndihet i lodhur, nuk ndihet i dopt. Edhe atëherë kur e atakojnë telashet dhe problemet e dunjas, për arsye se Allahu dhul Jalal në surën Baqara ajetin 115 thot: "Walillahi al-mashriqu wal-maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhu Allah." Allahut janë lindja dhe perëndimi. Dhe ju kado që jeni kthy, e keni Allahun fytyrën e tij përpara, Jalla wa Ala. Ajetin tjetër në surën Hadid ajetin 4 Allahu dhul Jalal thot: "Wa huwa ma'akum aynama kuntum." Allahu është çdo herë me ju kudo që ju jeni. Wallahu bima ta'malun basir. Allahu din mirë çfarë do ju që veproni. Andaj edhe pejgambert e Allahut, edhe atëherë kur kishin momentet më të vështira gjatë jetës së tyre, mirë po e kishin të kultivuar ndjenjen e të qenurit me Allahun. Ishin me Allahun, jetonin me Allahun, edhe në momentet më të vështira, në momente kritike, sikur Musa a.s. kur u ballafaqua me ushtrinë e faraonit dhe para kishte detin e kuq, në ato momente vendimtare, kur pjesa më e madhe e popullit e humbi shpresën, kur një pjesë e madhe për tyre filloi të frigohet se do të vriten dhe do të shkatron, Musa a.s. e zbardhi dhe shpalosi ndjenjen e fuqishme, ndjenjen të qenurit me Allahun. Inna ma'i rabbi sayahdin, me mua është Zoti im, ai do të më hap rrugdalje, ai do të më udhëzoj, ai do të më jap shpëtimin. Po ashtu dhe pejgamberi ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur ishin vërsul armiqët gjatë shpërnguljes së tij prej Mekës Medinë dhe ishte i strehuar në shpellë me shokun dhe mikun e tij Abu Bekr radiallahu anhu. Edhe atëherë kur erdhën mu afër dhe pranë tyre dhe Abu Bekri filloi të shqetësohet, filloi të brengoset, pejgamberi alayhis salam e shfaqi dhe zbuloi ndjenjen e tij, ndjenjen të qenurit me Allahun, ndjenjen me Allahun, për Allahun, lidhen me Allahun Jalla wa Ala, dhe i tha mikut të tij: "La tahzan, mos u brengos, mos u mërzit, mos u shqetëso, inna Allaha ma'ana, Allahu është me ne, Allahu është me ne." Andaj ti
që je i rrethuar me problemet e kësaj dunjaje, ti që ke probleme ekonomike, ti që nuk ke qetësinë familje, ti që e ke shpirtin e trishtuar, ti që po të mungon lumturia, duro se do të bëhet mirë nëse je me Allahun, nëse i kthesh atij, nëse e kërkon ndihmën e Allahut, nëse e gjen prehjen te Allahu, nëse strehosh tek Allahu, nëse i mbështetesh Allahut, Allahu subhanahu wa taala nuk e lën robën e tij pa e ndihmu. Allahu subhanahu wa taala nuk e lën robën e tij dhe krijesën e pafuqishme pa përkrahje, pa mbështetje. Inna ma'al usri yusra, mas çdo vështirësie vijnë momentet e lehtësimit, vijnë momentet e relaksimit, vijnë momentet e fitores. Ela inna nasrallahi qarib, ndihma e Allahut është afër. Mirë po, kërkohet prej meje. Dhe nga te kërkohet prej neve që të jemi të lidhur me Allahun, që të jetojmë me Allahun, që të jetojmë për Allahun, që të jemi tërkohën me të. Sigurisht se ai asnjë moment nuk do të na lënë neve në mëshirën e askujt, për arsye se mëshira e tij është mëshirë gjithëpërfshirëse që mbolon dhe kaplon çdo gjë. Elusim Allahun dhul xhelal që çdo herë të jemi nën kujdesin, mëshirën dhe prehjen e tij. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.